Vuani nga tensioni i lartë. Ja sa kafe duhet të pini në ditë. Njerëzit që vuajnë nga tensioni i lartë i gjakut duhet të tregojnë kujdes me kafen sepse mund të rrisë rrezikun e atakut në zemër. Për të arritur në këtë konkluzion, një studim italian analizoi të dhënat e 1200 personave nga mosha 18 deri në 45 vjeç. Ekspertët përmbledhën dhe analizuan të dhënat mjekësore në një ark kohor të 12 viteve. Pjesëmarrësit në studim kishin një tension sistolik të gjakut që varionte nga 4 deri në 15.9 dhe një tension diastolik që varionte nga 9 deri në 9.9. Në arkun kohor të 12 viteve, ekspertët vunë re se 60 raste probleme shëndetësore ndikonin në qarkullimin e zemrës. Në 80% të rasteve, njerëzit përjetuan një atak në zemër, ndërsa të tjerët u përballën me ishemi. Ekspertët tregojnë se personat që vuajnë nga tensioni i lartë nuk duhet të konsumojnë më shumë se 3 pije me kafeinë. 1 deri në 3 është pjesa më e mirë që mund të konsumoni.